الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله الله نعمنا الله وجزم شاشة مشركوتت لندريمة كان على الله وشنديجة صلوات السلامة أدرغوي محمد عليه السلام فامين استيشور بتيجة فتوية سنديك الله فاسوي نزدين نتي فلندرون زوتنا مدرشة مثل نوايم اليد وشندات تقدم كديب لقوة رمضان me shpresën dhe lutjen më sinqertë se Zoti na ke pranuar dorimet e kësaj dite, edhe ditëve të kaluara inshallah, Zoti na jap hymër të kalojmë dhe të presim edhe ditët në vazhdim këtij muaji shenjtë. Dashur vëllezër, nderuara motra, do të mundohemi sot inshallah shkurtimisht lasëm rreth dy prej gjërave që janë esenciale për besimtarin, e që ka të bëjë mes Ramazanit dhe Kuranit fesnik. Dhe të shohim sot inshallah zbashku se si Zoti i Madhërisht i ndërlidhi këto dy gjëra, e pa cilat njeriu nuk parashikohet të jetojë dhe të paramendoj veten, e natyrisht madhështia e muajit shenjtë Ramazanit është pikërisht Kurani fesnik. Domethënë pse Ramazani ka këtë madhështi dhe këtë privilegj, është pikërisht për shkak të Kuranit fesnik, sepse Zoti i Madhërisht deshti që pikërisht në këtë muaj të veçantë ta nderoj me një musafir edhe më të veçantë si është edhe fillimi i shkollës apo zbritja e Kuranit fesnik. Allahu i Madhërisht në Kuranin fesnik na tregon duke na thënë: "Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan." Muaji i shenjtë Ramazanit, po Allahu është muaji i cili filloi zbritja e Kuranit, i cili është udhëzues për njerëzit dhe është dallues mes të pavërtetës dhe të vërtetës. Kjo është ajo madhështia me cilën Zoti i Madhërisht e nderoi muajin e shenjtë Ramazanit, që pikërisht këtë muaj e zgjodhi që ta zbrisë Kuranin fesnik. Këtë libër madhështor dhe me urtësi dhe me mësime deri në ditën e gjykimit. Është ai libri për cilën Zoti i Madhërisht na tregoi duke na thënë: "Ky është libër i begatshëm që kemi zbritur tek ti, meditojnë citatet e tij dhe përkujtojnë ata të cilët kanë mendje." Ata njerëz të cilët vërtet e thrasin mendjes dhe logjikës tyre, ata gjithsesi do ta kenë për kushtimin ka shi Kuranit fesnik. Natyrisht, kur flasim për Kuranin dhe kur flasim për Ramazanin, Zoti i Madhërisht i ndërlidhi dyja së bashku. Dhe mos harroni neve si besimtar, mbrana ditës, sa herë falim namaz, afërsisht dikon 40 herë, e lutim Zotin me një dua, cilën e këndojnë në surën Al-Fatiha, aja është ihdinas siratal mustaqim, që do të thotë udhëzon o Zot, përforcon na në rrugën e drejtë. Çka po thot Zoti i Madhërisht? Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Muaji i Ramazanit është muaji në cilën filloi zbritja e Kuranit. Çka është Kurani o Zot? Hudan linas, është udhëzues për njerëzit. Domethënë, neve 40 herë në ditë i them Zotit: "Ihdinas siratal mustaqim", udhëzon o Zot. Allahu po thot, apo do udhëzon se ku e ke Kuranin? E thjesht. Domethënë, është aq e thjesht që njeriu subhanallahu ndonjëherë harron dhe mendon që udhëzimi është ku me ditë dikon largë, e ka atë në shtëpinë e tij. Fatkeqësisht, si shoqëri, e dim që secilën shtëpi sot me hyrje muslimanëve Kuranin e gjen. Por më pyet secilën banor aty në shtëpi, sa herë ke lexuar çet Kuranin që e ke që ke lënë për jeshim më do, këtë del fatkeqësia. Se del një përfindje shumë e vogël që e qelë dhe lexon. Dashur vëllezër, nderuara motra, Allahu s'na ka punë Kuranin për me lënë vitrina dhe me shikuar. Ato përkundrazi, do të çash shumë lexues që edhe shkruajnë atë mjafshi. Atë shumë do të më merr me to, atë shumë do të mos e lum to. Sa që edhe shkruajnë atë mjafshi e me mos tjetër pastaj. Ky është Kurani për cilin Zoti i Madhërisht e zbriti. Për këtë arsye ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Lexojeni Kuranin, nga se Kurani ka marrë ndërmjetësues në ditën e gjykimit." Edhe në hadithet e tij, kur ka folë pejgamberi Islam për agjerimin dhe Kuranin, ka thënë: "Agjerimi dhe Kurani janë ndërmjetësues për robën nesër para Allahut."
Agjerimi, ku me thonë o Zot, e kam ndalu nga ushqimi, pija, nga gjithçka që ti ja ke bo halal për tërë ditën, ndërsa Kurani, ku me thonë o Zot, ja kum prish gjumin e natës se ajo shu dhe ka fal namaz natë dhe është merr me mua. Në më thonë, dy prej gjërave esenciale. Dhe në fund, dashur vëllezër, po e ndojmë veç një tregim të shkurtër për atë se vërtet ky Kur'an është ndriçues, është me hlen për zemrën, është ilaç për çdo smundje. Thjesht mjafton njeriu të kthehet atij. Dhe jo vetëm me syrin e tij, por të kthehet me zemrën e tij dhe të kënaqet duke lexuar ta, duke medituar ta. Tregohet me një kohë, pas ka qenë me një fshat thellë, një hoxh, shumë i dashtun dhe shumë i mirë dhe një njeri i cili kishte përkushtuar Koranit shumë. Dhe nxirrte hafeza shumë të Koranit, nxonsa. Ndëgjon një nom që ky hoxh vërtet është duke bërë mrekullim nxonsat e tij nëpërmes Koranit, e kishte vetëm një djalë, por një djalë problematik. Dhe vendos ta merr djalin e saj dhe ta tregon tek ky hoxh se t'ia mësoj Koranin. Ta edukoj. Kur e qënë tek ai, nxënësat që shkonin tek ai në malësi të thellë, dashte t'jetanin te ai, në shtëpinë e tij. Dhe kur e dërgon djalin e vet këno, e sheh hoxha se ky vërtet është problematik djalë. I thot hoxha, thot e ke veç një detyrë, thot, edhe unë do të marr si nxënës. Thot, cila është detyra? Thot, ti do të më shërbesh mua, ke më dëgjuar çfarë thamon, edhe ke më ndihmu mua. E unë në këmbim të kësaj ku me ta mësu Koranin ty. Atje ku jeton te hoxha, e ngratte shtëpinë e tij dhe vendin e nxënësave me dru dhe me fenxhell, qysh e na ngruaj gjithherë. Dhe ajo kufja me cilën hoxha e bartë fenxhellin ishte me vrima, për shkak me ro plot me fenxhellit kur e barte. Ofër shtëpisë kishte një lëm hoxha. Edhe i thot këtij nxënësit, çdo ditë mëngjes dhe mbrëmje, ke me shku me marrë kufën e fenxhellit, thot, me shku me mush në lëm ujë dhe me makrun dhe këtë. Që ke thot është detyra jote, unë ku me ta mësu ti Koranin. Dhe shkon të ky djalë, e bosh të kufën, hale por pa i dy hapa, s'ka ujë kufë, sa ja shkune, s'ke shka. Një herë, 2, 3, dikur nervozohet, edhe i thot hoxh, a i gore me mu po bazët, unë e po por të ujë, po s'po kufë gjatë s'po ban. Thot hoxha, thot kur e ke marrë kufën që shukon mrena, thot krejt zë, 4 anë kom, se të fenxhellit. Thot këshire që tash qysh është dhe Allah ka fillu mu pastru. Thot e tani më dëgjon prapë. Kështu është puna e Koranit. Ai njeri që fillon me mësu Koran, zemrën e kokës si fenxhellit zi. Ama kur t'ja nis me mësu Koranin, ai ja zbar zemrën qysh uji ka fillu kufën mi pastru. Thot e kuptove, tani thot unë është morë mu bon zënësia. Dhe prej këtë fillon dhe mësën dhe e bën hafës të Koranit. Kjo është Korani fisnik, atë ndryshkën e zemrës ta hjek. Ata të zi që ta kam mbulu zemrën ta hjek. Ai njeri cili merret në Koran, Korani se harran ato kohë, se le vetën. Ai që le vetën Koranin, vallahi po problemet noja. Inshallah Zoti i Madhreshëm na mundson këtë mund që të merremi me Koranin fisnik, ta bëjmë atë udhërrëfyes edhe peshtar ndriçues për neve ditën e gjykimit. Zoti ju shpërblet. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.